Gazetari investigativ Artan Hoxha është shpallur non grata nga Greqia dhe i është ndaluar hyrja në këtë vend. Për të folur mbi këtë vendim kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Alban Dure. Zoti Dure, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë për mundësinë që më jepni. Faleminderit. Zoti Dure, çfarë do të thotë ky vendim për zotin Hoxha dhe në fakt çfarë do të thotë edhe për të dy vendet, pra për Shqipërinë dhe Greqinë, kur një gazetar shpallet non grata? Atëherë është rast i përsëritur që Republika e Greqisë ndërmerr masa të tilla, që do të thotë masa vendime lidhur me mosdëshirimin e qytetarëve shqiptar për të vizituar, dhe këto janë kryesisht gazetarë, janë njerëz të medias, njerëz të lirë, të cilët i shprehin opinionet e tyre dhe qëndrimet e tyre shumë lirshëm, dhe për të arsye Shteti grek ka vendosur marrjen e një vendimi të tillë, një vendim drastik i cili cënon lirinë e lëvizjes së zotit Artan Hoxha. Pra ai është një gazetar, nuk është një kriminal, nuk ka kryer asnjë vepër penale apo një krim në Republikën e Shqipërisë, në vende të tjera të Evropës apo edhe në shtetin e grek, dhe nuk kishte arsye që Republika e Greqisë të ndërmerrte këtë veprim të tillë. Por më duhet që të them faktin që Greqia gjithmonë me segmente të caktuar nuk dua të përgjithsoj popullin grek apo popullsinë greke, e cila është një popullsi flas për qytetarët e thjeshtë që i kanë hapur dyer shqiptarëve në vitet e para të tranzicionit dhe i janë bërë mbështetje, ai më tepër që ne kemi një shumicë, një pjesë dërmuese të kësaj popullsie që ka qenë popullsi arvanitase apo popullsi çame në këto troje, edhe në detyrat qeverisë, pra kujtojmë kryeministrin apo edhe, presidentin Venizelos, apo edhe figurat të larta të shtetit grek që kanë prejardhje shqiptare. Por duke qenë se i intereson qarqeve të caktuara për të sjell konflikt dhe mosmarrveshje midis Shqipërisë dhe Greqisë, apo edhe për të karikuar situatën politike për shkak edhe të skandaleve që ka Greqia në këto momente. Kam parasysh këtu skandalin e Kurutës, që ende nuk kemi të dënuar, të cilët ishin përgjegjës për atë katastrofë aq të madhe ku humbën jetën shumë qytetarë, dhe problemet të tjera financiare që ka qeverisja në Greqi duhet që të prodhoj gjëra të tilla, të cilat nxisin urrëtie midis dy popujve dhe midis dy shteteve. Nga njëra anë, kjo por mund të jetë edhe rasti i çështjes që po trajtohet këtu në Shqipëri, për çështjen e zonjës Balluku, por që nuk është se kemi ndonjë informacion lidhur me këtë, po underground politika jon mund të jetë në komunikim me atë greke, për shkak edhe të marrëdhënies që ato kanë, dhe ndoshta kjo bëhet për të tërhequr vëmendjen e skandaleve që kanë plasur në këto dy vende. Kështu që edhe kjo vendimarrje nuk është një vendimarrje që qëndron për zotin Hoxha, ai është një profesionist, një gazetar i cili ka treguar me profesionalizëm dhe me korrektësi mbrojtjen e së vërtetës dhe dhënien e informacioneve të cilat janë të vërteta për publikun. Ka zbardhur shumë çështje të cilat kanë qenë enigëm dhe kanë cënuar natyrisht qytetarët, pra flas për shumicën e qytetarëve të cilët punojnë me punë të ndershme dhe duan që të bëjnë jetë normale në Shqipëri, dhe jemi në këtë situatë. Kështu që shpresoj që të ketë në të ardhmen një sqarim se për çfarë rreziku përbën zoti Hoxha, sepse që të shpallësh non grata do të thotë që ti e ke cënuar atë vend, ke cënuar sigurinë e atij vendit, i ke bërë dëm interesit publik të atij vendit, dhe natyrisht duhet të ketë
gjëra të cilat të qëndrojnë apo të jenë të provuara dhe jo me amëndësi apo me vendimarrje politike. Se kemi të bëjmë me një vend i cili është në Bashkimin Evropian, një vend i cili presupozon se jep kontributin e saj në Unionin Evropian dhe për më tepër është një vend i cili ka shumë shqiptarë të cilët jetojnë në këtë vend. Pra kemi gati 1 milion shqiptarë të cilët kontribojnë, shqiptarë të pas viteve 90 të cilët kontribojnë në ekonominë greke dhe janë qytetarë të Greqisë, tashmë me të drejta të plota dhe nuk duhet kursesi që vendimarrje të tilla të cënojnë marrëdhëniet e të dyja vendeve. Ne nuk e kemi bërë asnjëherë me përjashtim të një rasti, pra ka qenë në kohën e zotit Berisha, ku ka qenë një greko-amerikan apo shqiptaro-amerikan, nuk më kujtohet, i cili zoti Berisha në vitet 92-97, pra në atë periudhë, e shpalli Nikolas Gage, e shpalli person non grata, si qytetari i cili cënonte interesat e vendit tonë apo interesat e Shqipërisë. Ne nuk kemi pasur për asnjë gazetar të cilët marrën konsiderat për probleme të caktuara, të cilat presupozohet, por që nuk kanë qëndruar të minoritetit grek në Shqipëri, të cilët kanë pretenduar se nuk i respektohen të drejtat e tyre, të drejtat politike. Kemi rastin e Belerit dhe u ngritën me qindra gazetar apo grupe interesi, të cilat çfarë nuk shkruan edhe çfarë nuk thanë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Gjë që ne jemi treguar gjithmonë tolerant, bashkëpunues, pra shqiptarët e kanë treguar jo vetëm me pakisën greke, por edhe me minoritetet tjera, të cilëve në Shqipëri ju garantohen të drejtat e tyre, pra për të zhvilluar besimin e tyre, gjuhën, zakonet, për të patur shoqatat e tyre, për të patur shkollat e tyre. Pra jemi një vend i cili për sa i përket tyre të drejtave, të cilat ne i kemi të garantuara dhe në kushtetutin tonë, por të drejta të cilat burojnë edhe nga marrëveshje ndërkombëtare që ne i kemi ratifikuar, ne i kemi garantuar. Pra ne jemi shumë të disponueshëm për t'i respektuar këto minoritete dhe nga ana tjetër ne e kemi më përmbar që të cënojmë të drejta dhe liritë themelore të qytetarëve tanë, pra të Shqipërisë, ndërsa për sa i përket minoriteteve që jetojnë në Shqipëri dhe janë pjesë e jona, pra të shtetësisë shqiptare dhe jetojnë në Republikën tonë, ne ja garantojmë këtë. Historikisht, pra edhe në kohën e diktaturës nuk janë cënuar këto të drejta, por edhe në kohët moderne, edhe në ditët e sotme, më falni, këto të drejta nuk cënohen as pak. A ka pasur raportim ose denoncim nga Shqipëria ose nga qarqe greke në Shqipëri ndaj zotit Hoxha në Greqi dhe ndoshta prandaj dhe mund të jetë bërë, po themi, dhe shpallje non grata. Pra si bëhet si procedurë, si njoftohet Greqia që Artan Hoxha ka folur kundër Greqisë apo thjesht përmes ambasadës? Atëherë gjithë mekanizmi realizohet nëpërmjet shërbimit të tyre informativ, pra ata kanë shërbimin e tyre, pra të jashtëm, për cilën ata marrin informacione, por nuk mjafton vetëm kjo, sepse ne këtu kemi shumë grek, por të cilët janë minoritet grek, por edhe shqiptarë të naturalizuar, sepse shumica e tyre faktikisht është e vërteta janë bërë grek vetëm për interesa, për shkaqe të interesit tyre për të patur një shtetësi greke, apo janë deklaruar me kombësi greke. Dhe këtu kam konsiderat rastin e Bollanos, pra ish kryebashkiakut i Marës, i cili ishte nga proganati i Tepelenës, zoti Beleri po ashtu, dhe një sër eksponentësh të cilët kanë qenë drejtues të Bashkisë së Marë apo aktiv edhe me Partinë e të Drejtave të Njeriut, pra Partisë PPD-NJSH, që është Partia e Bashkimit të Drejtave të Njeriut, që është partia e minoritetit grek, po dhe një sër
partisë të tjera, si Mega, apo ka parti të tjera të cilat kanë dalë nga minoriteti grek, apo i presupozuar si minoriteti grek, dhe këta përhapin lajme, pra janë informatorët më të mirë, shqiptarët për shqiptarët, ashtu sikurse edhe në kohën e luftës me gjermanët, pra ata në komunikimet që kishte komandanti gjerman me Hitlerin, edhe i tha e patët të lehtë në Shqipëri lidhur me zbulimin e atyre grupeve që luftonin kundër gjermanëve. Dhe ky u shpreh që në gjithë Ballkanin dhe vende ku kishte qenë ky, vetëm në Shqipëri e pata të lehtë sepse këta spiononin njëri tjetrin. Që do të thotë informacioni në Shqipëri përhapej, pra e keqja e shqiptarëve jemi vetë ne, edhe besoj që është një grup që mban peng minoritetin, pra ata që janë grek të vërtet, ata nuk janë ekstremistë apo nuk është se merren me gjëra të tilla, kurse është një grup i caktuar që ne shikojmë në media, shikojmë në portale, shikojmë me shkrimet e tyre që flasin kundra gazetarëve, artistëve apo politikanëve të cilët janë adhetar dhe janë të dedikuar për në punën e tyre në shërbim të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kjo besoj informacionin ndoshta ka ardhur nga këta, sepse nuk i është, ndoshta nuk i ka pëlqyer ndonjë koment i zotit Hoxha dhe përpasoj kanë çuar informacion, sikur zoti Hoxha është person i rrezikshëm dhe ka folur, po edhe sikur të flasi kundra një vendi, që do të thotë kundra një republike, ai ka lirinë e vet, lirinë e të shprehurit dhe lirinë e të menduarit. Çdo qytetar është i lirë që të japi opinionin e tij rreth historisë që ai ka lexuar dhe që përpunon në mendjen e vet, qoftë edhe një opinion të lirë, por edhe sikur të ketë shpifur ose të ketë thënë diçka të pavërtet, ka mekanizma ligjor për të cilat, më falni, duhet që ky vend i cili është cënuar apo qytetarë të caktuar të cilët janë cënuar duhet shkojnë në gjykatë dhe të kërkojnë që të mbajë përgjegjësi civile lidhur me diçka e cila është e pavërtetë. Që në bindjen time zoti Hoxha nuk ka thënë asgjë të pavërtetë në opinionet e tyre, pra shqiptarët janë një popull i lashtë në këto troje, pra i lartë dhe aq sa ne kemi drejtuar edhe Greqinë, edhe mos them që drejtuesit më të mëdhenj apo të shumtë në kuvend, por edhe në qeveri aty janë me origjinë shqiptare. Kështu që grekët të nuk duan që ta besojnë, por historia me kalimin e viteve do ta ndryshoj faqen, që do të thotë shqiptarët do dalin në pas, sepse janë në këto troje, janë për shekuj me radhë, pra ne këtu kemi lindur e këtu do vdesim. Jemi më të vjetrit në Ballkan dhe në Evropë, kështu që me fuqizimin e shqiptarëve, natyrisht edhe e drejta do triumfojë dhe ne do marrim vendi që meritojmë të kemi edhe në arenën ndërkombëtare, edhe në atë ballkanike, ndonse na kanë coptuar dhe na kanë përçar për vite me radhë, por prap Shqipja është e fuqishëm dhe do ta tregoj veten. Zoti Dura, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë të jem i pranishëm pranë jush, sepse këtu shprehim lirshëm mendimet tona. Faleminderit. Faleminderit avokat.